miu, mit, shpesh pengojnë ose në vendbanimet e njerëzve, ose në objektet punës. Për shembull, nuk është vendbanim, është objekti punës, mini dëmton. Miu është shumë shkatrues. A ke po, edhe i prish gjanat, për shembull shkon e prish ushqimin. Po edhe ban dame të mëdha, për shembull, nëse një zjarr është i dhezur, ai ka mundësi me sherrët e tyre me përhap zjarrin. Domethënë, miu është shumë shkatrues. Kështu që për këtë arsye e ka leju Rasuli alayhi salam vrasjen e miut në çfarëdo forme. Ajo që nuk preferohet o musliman, nuk preferohet humbja e tij ose vrasja e tij ose dënimi i tij me zjarr. Domethënë larg kësajna, dënimi me zjarr nuk na takon neve. Dënimi me zjarr i takon vetëm Allahut azza wa jall. Këta nuk e bën insani. As në krijes na nuk e dëmtojmë me zjarr, nuk e dënojmë me zjarr. Domethënë, çfarëdo forme që e zgjedh është e lejuar në vrasjen e miut. Mund është me zgjedh çfarëdo forme, në qoftë se zgjedh më të lehten, më kallajshmja, është më hajër për ty me lejen e Allahut azza wa jall. Për ndryshe mbytyja, vrasja e miut është e lejueshme fetarisht. Allahu azza wa jall ju ruajt, na ruajt gjithmonë për sherrit çdo krijese.